Jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e hënë, data shënon 9 qershor 2025, është ditë e 160 e viti, deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur dhe plot mundësi tjera për gjithë ju për të realizuar objektivat që keni vënë vetes. Dielli sot ka lindur në orën 05:08 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 20:13 minuta. Edhe për 13 ditë të tjera do të kemi ditët më të gjata të vitit dhe më pas dita fillon të bëjë regres pas solsticit verës. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës, për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat dhe në pjesën e tretë me ekspertin e ditës që sot do t'jetë zoti Kujtim Hoxha. Ka ndryshime në skemën e pensioneve, të paktën në draftin e propozuar, janë bërë publike të dhënat paraprake se çfarë pritet ketë drafti për reformimin e skemës së pensioneve, kështu që do të kemi detajet e reja ditën e sotme në pjesën e tretë me zotin Hoxha. Por e nisim fillimisht me shtypin e ditës. Plani për moshimin, heqja e taksës mbi pronën e ulja e çmimit të dritave. Lehtësirat, qeveria ka miratuar dokumentin e moshimit dhe planin e veprimit 2025-2030, i cili tenton të përmirësoj kushtet e pensionistëve. Në këtë dokument thuhet se brenda vitit 2030 do të rritet pensioni mesatar, mosha e daljes në pension si dhe formula e indeksimit. Gjithashtu, qeveria planifikon të rrisë pensionin mesatar në qytet dhe në fshat, ndërkohë eksperti Hasan Hoxha tregon për gazetën Panorama se si mund të dyfishohen pensionet për 150.000 moshuar. Në faqet 9 deri në faqen 11, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës: diplomatët në provim, çfarë parashikon ligji i ri për shërbimin e jashtëm, cilët rrezikojnë vendin e punës. Drafti kalon në kuvent, qeveria ngre akademi për të formsuar të rinjt. Çfarë thuhet në relacionin që shoqëron projektligjin e qeverisë? Kryeartikulli i Panoramës në faqen 5 me ministrin e jashtëm Igli Hasani, ndërkohë majtas faksimilja e vendimit të qeverisë. Në faqen 5, materiali i plot. Shohim tituj të tjerë nga Panorama. Humbja e opozitës, Gjekmarka i tregon si mund të shkohet në zgjedhje të reja. Nën kryetari i PD-s dhe Kuvendit. Arsyet pse Berisha nuk duhet jap dorëheqjen. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Shohim tituj të tjerë. Procedura, arsimi për fëmijët, si përfitohet zbritja pas deklarimit të ardhurave. Në faqen 7. Shkrimtari Orhan Pamuk zëri që Turqia nuk e dëgjoi kurrë, por bota po. Në faqen 15. Festa Kurban Bajrami, sakrificë njerëzore, dimension për jetën, nga Ferdinand Samargji, nderi kombit. Jam armik i pushtetit të sotëm, çfarë tha në gjyq deputeti Shefqet Beja para se ta varnin në litar më 47-ën, ngjarja tronditëse në mes të Tiranës, në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion, pse po dëmtohet mekanizmi i jetës sociale, shkruan sociologu Gzim Tushi në faqen 19, ndërkohë që opinioni i fundit vjen nga Eduard Zaloshnja në faqen 18, nëse përballë Serbisë do të kishte luajtur kombëtarja Kuqezi e plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend, ndërkohë ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me të përditshmen më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme, e hënë 9 qershor 2025. Bravo Shqipëri, kuqezin të barazojnë pa gola me Serbinë në një sfidë pothuajse perfekte. 90 minutëshin e SB vetëm penaltia e humbur prej Manajt. Nga stërvitja drejt Letonisë, kuqezint që dje në Riga. Në faqen 2 deri në faqen 9 gjeni një material zjeruar mbi takimin e ditës së shtunë, një takim fantastik. Ai së shtunës fatkeqësisht nuk arritëm të merrim një fitore, por gjithsesi një paraqitje dinjitoze e djemve kuqezi. Detajet nga faqja 2 deri në faqen 9. Tituj të tjerë. Trajneri Silvinho, Rejnë e caktova unë, japse s'luan Asani.
Më i miri hysaj, serbët kishin frikë, humbje për ne. Deklaratat Gjimshiti mund të fitonim 3-0, shehu mëkat për dhe në faqen 6 vijon e plot. Julian Shehu, një paraqitje dinjitoze e tij, një lojtar i ri i kombëtares që e ka merituar vendin në paraqitjet që ka bërë. Lojtarët Aslani e Uzuni në krahët sulmuesit Lushnjar, faqen 4. Analiza nga Neptun Bajko, surpriza me formacionin dhe 3 muskutierët. Serbët Stojkovic përgëzoi tifozët shqiptar, i del në krah dhe Djokovic. Mediat kundërshtare lajthitje nacionaliste trillojnë fantazi shekspiriane në faqen 9. Polemika Ervin Sina, Fation Kodra i FSHF-s haron gazetarët sportiv në faqen 9. Tituj të tjerë nga Panorama Sport. Parashikimet 1x2 në Panorama Sport, ndeshjet e sotme në faqen 24. Liga e Kombeve, Portugalia Ronaldos, Leksion Spanjës, kampione 3-2, pas përfundimit 2-2 rezultati i kohës rregullt dhe pas penaltive, është Portugalia që kualifikohet. Azzurët që fiton fakt. Azzurët plas tek Italia pas humbjes, shkarkohet Spalletti në faqen 16. Barcelona Ter Stegen akuzon Flikun dhe klubin në faqen 22, ndërkohë që titulli i fundit vjen nga Roland Garros, finale epike Alcaraz shtrin Sinnerin në Paris në faqen 14, një ndeshje e cila ka përfunduar pas mbi 5 orësh, ndeshja më e gjatë e këtij kompeticioni, ndeshje fantastike kjo. Mirë, këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ne do të vijmë tani me telefonatat, do të afishojmë numrin e telefonit në ekran, pozicionuar pak a shumë këtu, pasujt FAB. Dhe do të presim telefonatat e para në studio për ditën e sotme. E hënë 9 qershor 2025, për problematika që mund të keni, shqetësime apo për të ndarë opinionin tuaj me ne, mund të telefononi numrin e telefonit 04 480 4700. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ore, unë du me të pyet vetëm për një mobet, një lap. Po, qa mobet i ke? U se ka emrin ai avokati që u bën 3 ditë që ka dalë aty në emisionin tuaj, nuk po e gjej dot. Erald Daga është premte, ndërkohë që të shtunën është Alban Duraj. Nuk e di cilin prej tyre kërkon. Erald Daga dhe Alban Duraj janë dy avokatët. Gjon. Erald Aga, Alban Duraj, dy avokatët që vinë në studio. Të premte respektivisht Erald Daga dhe të shtunën Alban Duraj. Mund t'i gjesh në rrjetet sociale lehtësisht. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, gazetar, të përshëndes. Përshëndetje zotëri. Do më lejosh të flas 2 minuta. Kur nuk të kam lejuar që mos të të lejoj sot. Nuk jam tradhtar. Tjetër që të flasësh, po. Ani djoftu, Shqipëria në ka 80 vjetë që voha nga mafja komuniste. I pari ishë Enver Hoxha që na masakroj 25 vjetë, i dyti Shali Ram Berisha, armiku i Shqipërisë, i treti e di Kristaj Rama, këta janë një parti. Këta si ka votuar populli na njerë, këta i mbushin vetë kutir si Stalini. Prandaj Shqipëria në altë, këta janë 200.000 veta, nuk janë 3. Kanë 80 vjetë që mbajnë bek Shqipërinë, shqitë Kosovë, shqitë Çamërinë, shqitë Shqipërinë që këta po e shesin. Prandaj Shqipëria në altë, zoti gazetarë, këta që flasi që mbroj Shaliu, Ramën, Metën, këta janë tratat e vëndit, tratat e dhe armit e popullit. Prandaj i lutem Amerikës, Shqipët dhe Spaku që po vë dorë për neve që të na ndihmojë. Të pushin në burë këtë di Kristaj Ramën, Sali Berishën, ti marri edhe mos t'i lëj ma 10 minuta, që këta janë ushtarët e komunizmit, janë tratarët e vëndit. Prandaj Shqipëria në halë i ka përzën, na ka përzën fëmijët, na ka përzën Shqipërit, po na i marri pasuri pronë ato ka këta.
200.000 veta që fillojë na doktora, na gjyqtari ka bërë Saliu ushtarët e tyre dhe Rama. Këta janë bashkë, nuk voton populli, këta i mushi vetë ku ditë. Dhe kënjën që voton 83 vota merë, ky e bigi saj krimineli me gjithë babak. Edhe Sali Ram Berisha që ka vra Nasa Rana Tropoji. Ka vra 300-400 veta më shumë se Enver Hoxha. 300-400.000? Juni Serbi. Prandaj zoti gazetar do të lutem shumë. Se ne njojmë kushën Sali Berisha na ka vra të dhe nanave. Që Gramoz Ruqi, edhe Gramoz Ruqi u dekorua që vrau në kupinë në nata jëqin. Dhe nuk u pojë që lapoj se më na ka vra djemë në Tepelen, në Sarandi ka vra Gramoz Ruqi. Dhe në një 30 vjetë në qeveri, këj armiku i vëndit. Këj ka vjetë dhe ka vrarë popull shqiptarë përndaj. I lutem popullit dhe Amerikës që të na ndihmoj të vazhdojnë në zëmë se Shqipëria është për Amerikën. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, përshëndes, të uroj gjithë mirat dhe një javë të mbarë në vim, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, jeni në linjë, flisni tani. Përshëndetje. Po, zonjë. Jam një zonjë nga Vlora, zonë e Nartës. Po? Ne këtu po heqim pikat e zeza për pikën e ujit. Nuk keni ujë? Po pik uji se kemi. Pare ju në Nartë? Pik uji, tallen me ne. Po mirë, juve edhe ju kanë reguluar qëndrën, ju kanë bërë edhe fshat turistik. Po që dua qëndrën more, kur unë s'kam pikën e ujit, kë mrem në gjesë lajsyt. Po mirë, këta turistët si, pa mirë se ne ham turpi me bukë, po turistët qaj bëni për vinë? Se marrëvesh, nuk e marrë, ne kemi bërë edhe pusi deli kripur. Deli kripur. Unë nuk e di, nuk e marrëvesh, kemi mbjell 2-5 perime aty, i vadisim me ujnë e pusit ato u falë, se është me krip. Po jo, ju jeni për të rritur fruta deti aty, po që ujnë me krip. Unë kam edhe lokalin këtu dhe nuk ka pikuj. Po sa orë ujë keni në ditë? 3 ditë për na vjen fare, ja sot nuk erdi pikuj. Pikuj. Dije, më thënë, para 2 ditës erdi gjysmore. Nuk u mbush asë gjysë boleri për dyqanin. Jeni interesuar pranë bashkisë? Jemi interesuar, jo ka defekt aty, jo s'ka ujë këtu, se para votimeve kishte ujë për bukuri. Për bukuri kishte ujë. Thamneve, këtë dorë të mbajnë, jemi shkëllqyrer. Po historikisht si ka qënë? Ka pasur ujë gjatë gjithë kohës? Do më thënë, edhe para votimeve? Para votime, kishe, nuk hankojshim. Me orar, apo? Me orar, po të pak të kishim një vravit e një pikuj. Ta një fare, more, fare. Bas votimeve që ditë 11, në datën 12 e prem. Të kuptova. Qa bëhet? Ka shteta, s'ka shteta. Qa bëhet? Minimalen kërkojmë ujin, kërkojmë asë gjithë tjetër, ujin të lajemi. Kuptoj. Ujë të lajemi. Ngreni zërin ju për këtu në Vlorë, se këtu është skandal, është skandal. Faleminderit për denoncimin, po. Këtu, kush ka mikun e shokun, e qau rrugën atje në mes, e mori ujin. Po ja këshu është, mori lekët drejtoria, në drejtori kush ka qenë atje, i futi lekët në gjepë, së ndijet njeri. Ja këshu është këtu tek ne. Andaj, ju lutem shumë grini zërin, këtu se Vlora është skandal për ujë. Sidomos zona e Nartës, që është vend turistik. Faleminderit zonjë për telefonatën dhe për denoncimin që bërën kohë për të zgjuar. Unë përshëndes të uroj gjithë mirat. Në presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. E përshëndes këtë zonjën që në 2025 nuk ka ujë edhe drita. Po pse përshëndet që s'ka ujë? Qatë bëhe është këta? Sepse kjo qeverina ka premtuar mrekullia, kuptonë dhe nuk ka zgjë për vetën e tyre. Premtimi ishte Shqipëria 2030 qazim, kështu që ujë nuk ishte pjesë e premtimeve. 2030 unë nuk do jem gjallë, o zotri. Po ti do kesh jetë në gjatë, ti kap telefonin për ditë, kap me qindra qytetare, kap ti linjen. Dua një vezë sot së sa një pull mot. Të kuptova. Jemë me ne qazim, s'është më me ne. Karën linja. Presim dikë tjetër në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Më mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Dua të këtë dhe një temë të veçantë vërtet, se duket se kur
vuajmë nga e keqja, po nuk e shojmë të keqen, çdo me thënë kjo. Ajo që krijon dëmin, ja krijon Shqipërisë është komunizmi, pik. Edhe kudo, edhe në të vëndet të tjera lindore që kanë filluar e dalin se kërpudhat. Ajo që dua të ngrëun tani është, a duhet parë çështja e Hitlerit për sa i përken, sepse ajo që godit vërtetësisht në botë, në të gjithë që Rusia, që komunizmi rus, që komunizmi rus ishte nga ka ngrena me madhe dhe një pjesë e hebrejve. Dhe ata po më shtegojnë sot që bëjnë pilgje me fëmijë edhe me gra, dhe ata kanë pasur gabim. Unë them, duhet parë kjo çështje apo jo. Për mendimin tim duhet parë me thellë që gjithë planetit të keqat edhe ku dohet sjell komunizmi. Prandaj të shikohet kjo çështje. Do kisha shumë qejf, do kisha shumë dëshirë që kjo të jetë e vërtet. Jo të them që çfarë ky rashiu e piu dheu. Tani, ju thoni që nazizmi dhe fashizmi ishin më mirë se komunizmi. Apo jo, pa dashur të dëvojë gjëra. Jo, me keqja është kjo, që fashizmi edhe në Francë uran vetëm komunist, ata që na kanë pirë gjakun gjithë jetën. Por ne kjo është e vërtet, vetëm do që kurajo, do që të vërtet, dhe kjo e kërkon të haj një diskutim mbar popullor, të evropian edhe asiatik, sepse është bota ikën mbrapa me këtë lloj sistemi. Faleminderit zotëri për telefonatën, për propozimin. Përshëndes, të uroj një javë të mbarë në vim. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Zotëri, ose zonjë, kardon linja. Kemi dikë tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Përshëndetje, zotëri. Citoj diçka? Po, pa tjetër. Shqipëri të rojtan derë, gjëzdisa, terë më derë, për asgjë nuk pas ka vlerë, Shqipëri pika. Të kuptuam. Eq më vjen, jemi plekje, nuk ishim dot. Po ku do e tikje ti për shembull? Ku do kishe qef tikje? Ku të kem qef unë, jo, ku jetohet. Ku jetohet? Ku nuk të rjepin. A e kuptoni që Shqipërinë bota po e bën kazan plera që tërkon. Një iranianët, një palestinezët, një... E kuptoni. Po pak janë ata të menaxhueshëm janë. Në vjen keq, unë nuk diskutova që janë pak, se ata njerëz janë. Po bota po e bën Shqipërinë. Po e bën kazan plera. Më fali për shprehjen, po e bën kazan që mbledh njerëz që... Ja, po mirë, ashtu mos i cilësot, se ata njerëz dinjitos. Jo, kërkoj falje për shprehjen. Të kuptova. Falje për shprehjen. Se ke për themjen, për individët aty, po e ke për koncept për Shqipëri. Individë, se ata njerëz janë, si ne. Të kuptova. Po janë njerëz që si mbajnë atje, në Italia, në Franca, në Gjermani, e i dërgojnë këtu. Shumë vend internimi. Të kuptoj. Po, ta, po e bën Shqipërinë vend internimi. Se s'ka vend Spanja, Franca, për të mbajtur ata 200 veta, 300 veta. Të kuptova. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, që ndave opinionin tënd me ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Pas pak do t'jemi me hapësirën dedikuar vetëm për telefonatat. Kthehemi pas pak.